Fjalia e plot do të ishte o mbret, o bastard. Pse bastard? Se është bastard i mbretit. Ju e dini që gjyshi i vet nuk është gjyshi i vet. Gjyshi i vet është Ahmet Zogu, që polli Kristaqin, me shërbëtorën e tij që është gjyshja e Ramës, dhe kur i ngeli me barr, që të mos podhë skandal, Kjo është vërtet? Po gjyshi skaqur 1 metër e gjys. Kjo është vërtet po e thu? Po shif gjyshin, ke pa në fotografi të gjyshit Ramës që të jetë më gjatë se 1 metër e gjys, 1,60 është. Të gjithë racat janë të gjatë, vetëm ai pas ka qelluar 1,60. Edhe ishte shoferi i Zogut, zyrtarisht. E ka thënë vetë Rama. Edhe u martua me shërbëtorën e Zogut. E ka thënë vetë Rama. Gjyshi i Ramës është martuar me shërbëtorën e Zogut. Po. Dhe shërbëtorja e Zogut kur u martua polli Kristaq. Kur u martua direkt. Më kupton logjik. Dhe ka martuar Zogu. Dhe kur shefti Kristaqin, shefi burr gjatë, apo jo? Kur shef gjyshi, shefi burr të shkurtër. Kur shef gjyshin dhe gjithë rastin e gjyshit të shkurtër gjithë. Shërbëtori ishte gjatë shërbëtoria? Shërbëtori ishte gjatë. Ishte normale, nuk ishte gjatë, normal. Të gjitha të gjatë përveç gjyshit, që është origjina gjenetike këtu. Edhe ka qenë shoferi i Zogut. Si shpjegohet tani që bastard. Që ka dalë gjatë këta? Si filma. Ke parasysh Trojën kush e mori në qafë? Kush e mori Trojën në qafë? Një fëmijë bastard. Koncepti është paridi. Koncepti është që historia ka treguar që ka nevojë për vetëm për bastard që të shkatrojnë shtete, të shkletojnë shtete. Po kjo është vërtet që the tani më ngel aty. Pse se kemi trajtuar këtë temë? Jo, se kemi trajtuar këtë, jo. Se kemi trajtuar këtë. Okej. Mund të shpjegosh pak më në detaj? Kjo temë bëhet më kollaj. Kërkoni informacion për gjyshin e Ramës. Pra, unë po jap perceptimin tim, ju kërkoni vetë. Në të dhënat që dalin që gjyshi i Ramës ishte burri i shkurtër. Ishte shoferi i Zogut dhe ky shoferi i Zogut më martohet me shërbëtorën e Zogut, ishte e bukur. Dhe siç dihet nga të dhënat e datave, të martesës dhe të lindjes, Kristaqi ka lindur në një periudhë shumë shkurtër nga martesa. Pra ka qenë shtatzën kur është martuar. Ka qenë martesë detyruar deri diku domun. Po themi ka qenë shtatzën. Po. Pastaj detajet. Në moment që kjo ka qenë shtatzën, ka qenë momenti që duhet martuar me urgjencë, sepse kishte filluar të binte në sy një grua e pa martuar me barkun që po rritet. Më kupton logjik. Dhe martesa ka qenë e shpejtë dhe kur ka lindur Kristaqi ka dalë burri i gjatë. Mashallah i gjatë. Mashallah. I vetëm njëri i gjatë në këtë network, marrëdhënie njerëzore, ishte vetëm Ahmet Zogu. Pra shoferi i shkurtër, gruaja e shkurtër, çka komendesh po vinë po, Dhe lindi Kristaqi. Dhe Kristaqi, duke qenë me gen gjatë, polli fëmijë gjatë. Edhe Rama, duke qenë se vinte nga e gjatë, polli fëmijë gjatë me përjashtim të fundit, që se lindi të gjatë. Zau. Hajde më. Tash Zau, kur ti je shef Zau, ti pyet, ore kujt i ngjan kë? Se mirë gështenj. Klasik gështenj, gjithë zi. Mirë, ke përshu me këtë faqet Buçko. Pyetësh kujt i ngjan ky Zau? Dhe kur të shef ti fotografinë e George Soros në 1130, që është 6 vjeç. Shef dhe Zaun 6 vjeç. Shef dhe Aleksin 6 vjeç. Se i kam dhënë këtu me kam bërë analizë fytyre me inteligjencë artificiale, analiza Kafkës quhet. Dhe në gjithë analizën e Kafkës që kam bërë, lëkura, syt, zgavrat, unda, buzët, faqet, balli, forma Kafkës. Njeriu që ngjante më shumë Gjorgjit nuk ishte Alex Soros, djali i vet. Ishte Zau. Me kë ka George Soros Zau? Zau e ka si kështu peshëshe po komplet pamjen e George Sorosit në moshën 6 vjeçare. Kurse Alexi jo, e kishte më pak. Pra kur ti sepse unë këto nuk i dash emra ke inteligjencë artificiale. Përdora subjekti A, subjekti B, subjekti C. Siç përdor gjithmonë me rast. Po tash ti e di, unë ja kam marrë dorë inteligjencë artificiale. Ajo nuk e dinte për kë kishte të bënte, ajo thjesht bëri krahasimin e fytyrave. Dhe doli nga dhënat që Zaho nuk i ngjante fare Ramës, sepse u bë analiza e Kafkës Ramës. Me kë ka lindës
Dhe u bë krahasim. Pra, u bë si thosh analiza e dy prindërve birësuesi i quaj. Dhe ky u shpall çufa, djali i Ramës, Za. Po. Dhe kur vati Rama në Izrael, u thon kam fëmijën tuaj. Fëmijën e kam e bretha, e mamën. Që njerë bëri katolike papa, që shkoj e kungoj, ke presush këto mashtrime. Jo droll atje ke fjalimin e. Dhe ky në 2025-ën, kur ky e pa që Amerika e kishte caktuar targetin që ky njeri duhet eliminohet politikisht, ky vati në Izrael dorëzoi gjithë Shqipërinë. Ky i Shqipërinë kishte dorëzuar me kohë, por jo të bëj kaq shpejt, do të bën 2035. Sepse në fillim do na përzenin ne, do si një sklever nga India për këta budalletan oligarkët, ti Paçolli, e gjitha që janë kështu, këta që i rremin e se janë pasunar. Këta janë gjithë bëjti aeroportin, qëroti i shkep dhe vjero xhefet pronari vërtet e aeroportit. Këta janë kështu thjesht, ke parasysh, këta bëjnë punën që vësh gjithë. Edhe fëmia e Ramës u prezantua në Izrael si pasaporta e Ramës. Me kë ka George Soros? Nuk e di me kë ka. Nuk e di si e ka. Ka si peshqesh. Unë di shumë, po them atë që e kam publike. Unë publike kam analizën e inteligjencës artificiale që Zaho është çufa, nuk është shqiptar. Dhe Zaho është mbreti i Shqipërisë. Zaho është trashëgimtari i Shqipërisë. Zaho është trashëgimtari i miliardave. Zaho nuk ka si lidhje antropomorfe po e quajmë, me pamjen surratit vet, me Ramën apo me Lindën. Është komplet George Soros. Dhe unë këtë kam zirë në analizë plot një vit përpara, me gjitha dhënat, analizës, bile sfidoj këtë do nga juve, s'ka nevojë fare që ta bëj unë këtë gjë. Ti u mush mendin juve se mund të rrej. Unë kam i natë Ramë dhe jam i pa edukat, që edhe fëmijën e vet ke parasysh. S'po shaj fare që po bëj analizë, po tregoj historinë se si Shqipëria është drejtuar gjithmonë në këtë formë. Dhe ju e keni kollaj, merrni fotografinë e Alex Sorosit, të vogël, gjeni kur ishte 6 vjeç. Si ka mundësi që këto ndjekin po të njëjtën praktik, ndjekin po të njëjtën rrugë. Është mijëra vjet. Pse ka një lloj simbolike, ka një lloj mesazhi, ka një lloj rituali kjo. Mijëra vjet. Ti ke parë që princi Charles i ngjan më shumë Rothschildit se sa i ngjan babës vet. Princi Charles. Pra, që është mbreti anglis, është princi, mbreti anglis. Kingu. Ky i ngjan më shumë Rothschildve se sa familjes vet. Kështu funksionon sistemi. Macroni ka për grua një burr që ka abuzuar që i vogël. Shikoj pak si është ndërtuar. Kryeministri i Kanadas ishte klyshi i Fidel Castros. E kemi analizë Kafke, me analizë datash lindje, kur e jema kishte qenë ke Castro në Kub, në Havana, kur lindja ai, kush ishte e jema, kush ishte Castro, kush ishte e biri Castros, kush ishte Trudoja, kështu është bota, kështu e ka ndërtu këta, kështu e kjo është. Vlash Rama ishte shoferi i Zogut, po ku është gjetur, or si mund të vërtetohet kjo informacion, thot? Gjeni fotografinë, gjeni Vlash Rama ka qenë? Vlash Rama. Gjeni Vlash Ramës gjatësinë. Pastaj hapim muhabete sa doni. Po nëse ma nxiti burr gjatë, ja kanë futur në kot. Prandaj s'ka Rama asnjë foto me gjysh. Që ka plot foto gjysh. Nice.